Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mblidhet sot për të shqyrtuar letrën e dërguar nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me mundësinë e bashkëpunimit për formimin e institucioneve të reja. Nën kryetari i LDK-s, Anton Quni, tha se shndrimi zyrtar i partisë do të bëhet i ditur pas përfundimit të mbledhjes. Për çështje teknike duhet të pyetet zyrtari për informim, shndrimin do ta paraqes brenda kryesisë. Nuk mund të bëj publik para se ta diskutoj me kolegët. Sigurisht, kam një disponim, por do ta shpalos aty, u shpreh Quni për Indeks Online para mbledhjes. Ndërkohë, dje më 5 maj 2025, kryeministri në detyrë dhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i ka dërguar një letër kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku. Në letër, Kurti nënvizon se sipas deklaratës së deputetëve të LDK-s është e domosdoshme një marrëveshje për të ecur përpara. Letra vjen me një kohë kur partitë politike ende nuk kanë filluar bisedat formale për formimin e institucioneve të reja. Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike dhe në politikat qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht mes atyre që kanë dallime, duke vënë në plan të parë të drejtat dhe ndryshimin e shtetit dhe qytetarëve, shkruan Kurti. Kjo letër po shihet si një përpjekje për të zhbllokuar ngërçin politik dhe për të krijuar një bazë për bashkëpunim institucional mes dy partive që aktualisht janë në opozit.